Një tjetër episod i rrjeteve të prostitucionit dhe përdorimit të lëndëve narkotike është zbuluar në Durrës, ku policia vijon fazën e operacionit të Gjër Storm, i orientuar drejt identifikimit të apartamenteve të përshtatura për veprimtari të jashtëligjshme. Këtë herë në qendër të hetimeve përfundoi një apartament në lagje numër 2, ku 2 shtetas brazilian kishin qëndruar prej disa ditësh. Sipas policisë, Vanessa shërbente si vend ku ofroheshin shërbime seksuale kundrejt pagesës, ndërsa aty konsumoi dhe lënda narkotike. Forcat e rendit ndërhyn pas informacioneve të mbledhura nga terreni, por gjatë operacionit 2 gratë refuzuan të hapnin derën. Përpasoj, hyrja u realizua me asistencë të shërbimit zjarfikës, i cili mundsoi deportimin në ambient. Kontrolli i banesës nxori në dritë një sër provash dhe mbështesti ndyshimet e hetuesve, para në valutë dhe lek, pasaporta, disa telefona celular, kartë SIM, një blok shënimesh me regjistrime të dyshuara të klientëve, si dhe sasi të vogla lëndë narkotike të tipit kanabis, ndërkaq 22 vjeçar u procedua penalisht për përfshirje në aktivitet në bazë të akuzës prostitucion. Sipas policisë, kjo është faza e 10 e operacionit Storm, i cili gjatë muajve të fundit ka evidentuar një rritje të pranisë së shtetasve të huaj, veçanërisht nga Brazili dhe Kina, që përdornin apartamente me qira për ushtrim prostitucioni në zonat urbane. Hetimet po vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë pjesë e rrjetit dhe për mënyrën se si organizohen furnizimi i tyre me klient dhe ambiente.